është kënaqësi, është vërtet respekt, është vërtet nder që ndodhem sot midis vëllezërve dhe motrave të mia. Uroj shëndet, jetë, para dhe hyp gjyqi! Dhe një përshëndetje speciale shkon për organizatorin Gencin, që i bën punët ashtu si shti ai, me mjeshtëri, me mrekulli, me shpirt artisti. Një të ndërkitje për Gencin. Faleminderit. Mirë, filloj me pak humor. Më takon një shok në rrugë dhe më thot: "O çeka si e?" Tha: "Mirë," thash. "Nga shtëpia si ke?" "Mirë, të gjithë mirë, mirë." "Ore, të bëj një pyetje," tha, "gjën dot?" "Ai," thash, "çeka tha si të pëlqen ti është i tha. I bukur, i bukur, i bukur, i bukur, apo budalla?" Të lutem ma thuaj dhe njerëz. "Ja," tha, "çeka si të pëlqen ti është i bukur, i bukur, i bukur, i bukur, apo budalla?" Unë mendova pak dhe i thash: "Ej, e thaj." Me mirë budalla, i thash. "Po pse," thaj shoku im, "po bukuria shkon e vjen, budalla i ngel." Mo çeke tha, mora një shtëpi tha, po mdori një shtëpi ma dha lagja tha, se pa shtëpi fukara tha, po qa ke tha shumë? Njeriu kur me shtëpi gëzohet, po qa të gëzohet mora çeke tha. E mora shtëpi tha, më ka hyrë një tërë miu në shtëpi mbyti miu tha. "Po t'je budallaj tha shumë, ku ka mi sot?" Ka thaj. "Po miri tha shumë, e provove me hel, e provove të elmoja miu, nuk elmoshe miu për qamet." Au tha shumë, "Dëgjo, do bësh metodën e vjetër." "Qa metodë e thaj?" "Do mash një qark që zëmi, do bësh një copë misht e qarku, vje miu për të ke kap." "O që ke mire ke ti tha, po unë nuk kam misht në shpi thaj." "Po miro s'ke misht dhe këtë haj, dhe një copë tjath, vje miu për të ke kap." "A, more që ke mire ke tha, po unë nuk kam as djath thaj." "Au, s'ke as mish as djath." "Po tha, dakor, dhe një copë buk, dhe buk, tak të qarku, vje miu për të ke kap." "O që ke tha, mire ke ti tha, po unë nuk kam as buk dhe." "Qyshe s'ke buke, po kur s'ke buke dhesh, po qa mu ti do mi u shpitende?" "A, ceke qëra ta, u fejove që kënë moshtë të madhe, po u fejove ta." "A, ma iki, thashu qa fejove." Me la. "Qyshtë të la, thaj?" "Me la." "Po pse të la?" "Po me la se ti si më thajë qupa?" "E, thaj shoku im." "Ik tha, nuk je për mua, i ke qepat e shpuar." "Po biro të rollak," thaj shoku im, "pse nuk e theti e kam dajnë bos?" "Po e qupe," i tha shoku, "po ne kam dajnë bos, moj, e kam dajnë bos." Thaj shoku im, "ja thoshe 100 der, 200 der," ja thash. "Po e qupe," "po ne kam dajnë bos, moj, e kam dajnë bos, e kam dajnë bos, e kam dajnë bos." "He," tha shoku im, "qa bërja jo?" "A të beri," tha shoku, "me la mua, mori daje." Mirë, kjo është ka lushnja, kjo është pasareta me ere që ka dalë. Gjëtar nga lushnja, 2 zakar, qifte për qatë, dhe lepri pju me plagos. Me të zakari e kap, ja bje, gjëtarit lepri 3 dhe që kaj. I thot gjëtari, "O qa do të bere i qenë qa do të bej?" "O të lepri, qa do beshe?" "Do të rjepere i qenë, tha. Do të fusë të njëre me presion, tha. Do të të dafine, do të të pipere, do të të udhu, do të që mire." "O të lepri, shketur ti, tha." "Po pësi, tha gjëtari?" "Po ja bëm vlaj, tari." Pa që edhe t'i shtovë zoti shala. Ta shi të shkojnë një qik në Korç. Shkoj në Korç. Takoj Peqi Bajamkën. Peqi Bajamka si të rolla që është, thot do një fjallë të mençme. Me pa mua dhe më tha, "E Priçiki, tha, erdhe në Korça." "Erdhe," thashun, "je rot," më tha mua. "Po pse bre Peqi?" "Ma do mendja mo ndaj," tha. "Po dale," thashun, "a ofendove." "E Priçiki, po t'ka miko, budalla," da i thash, tha. "Ja Priçiki, e që do t'ju mendit aja puno." "Po i thashun, ta shikojmë qa mendje ke." "Ja Priçiki," tha, "që është një vije bardhë në shkretëtir të Saharas.
hajde gjevi dhe barë të peqit. Se di, thashën, budalaja, tha, rëtë mëlliri, tha, e ti kush është ta, peri bardhë. Ore peqit, thash, për qa thua, peri bardhë? O mirë, tha, për që këtë se gjithë e gjithë tjetër. Po një vije zezë, në shkretë të tirë të Saharas, direkt thashun, peri zi, tem, tha, kur je kovaro. Këti kush është o rote, hej, thashun, është hija, tha, e peri të bardhë. Kjo është nga Veriu, në zone e thellë e Kosovës, ra kolla nga fiku. E me vesh deda, shoki ngushti kollës, i thot gruas, o i gru, aja, o na, a ke me vesh jo? Gruaja, jo pasha zoti, kara tha kolla prej fiku, tha, qa me ba, me shku spital tha me vizitu, e qa me qu, po qojnë tha do ka vanos të qerek shmenjal, shkoj spital, kolla në kirurgji, me serum, me oksigen, me të tëra, e pa dedave i tha, bre koll tha, si e ka tanis me të zorra, për tubët oksigeni, i tha kolla, qa me ba bre bursa, qa me ba bre bursa, i ba majtë fiku ta, me martykografik, u shqydega, rashidekun tokë, i dhe qoj që e dedës, koll, shko me t'kalume, panim neshtë, i tha kolla, t'kena pruta, do ka vanos të rëqerik shme mjallë. E i tha kolla, as pat mundësi tha me pru i ka vanos për t'ma, tha? I thot ajo, ka që mundësi pa t'i bleta, se po t'a bëja unë, tha, të bja leke plot. Pajmeri, 8 marsi, i thot bori gruas, o grua e dashë, o yllë, o zëmër, o shpirë, bordëroj, tha e borë. Me që është 8 marsi, tha, do të qojnë supermarketi më gjigant. Rof shambor. E merë gruan e qonë supermarket. Mi po gratë e ka natyra, kur hynë supermarket e kini parasysh, më për bluzas, më për bluza, fustani, provo atë, provo atë. Po vënoshe jashtë mas e gruaja, holli ishte shumë i madh, gjitët gruajnë katin e pas supermarketit, vënot gjysore, katin e 2 gjysore, katin e 3 gjysore, shikon buri njore gjysë, tha, po, tha, më humbi gruaja, tha. Shikon një burë të gjatë një 2 metrë nga Veriu, shifte si abitur. I thot këj nga jugu, qfar ke? I dhe t'ky, qeta, që pasha zoti, pasha perenin të ka hub gruja. I thot këj nga jugu, si ishte gruja jote? Që e tha bre burë gruja jeme? Një gruja gjatë parta, një pjonde, një shibojqeli, një mrekulja vetë, një mis. I thot këj nga Veriu, a mu të pyhës? Po murmur, tha, pyhët. Po gruja jote, si eshte? O, thë këj nga jugu, jo tha, vari lesht ime, s'ta t'i gjejmë tender, tha. Mirë, po të regoj të nga Vlora për celularin, që është një pelë, ma të regoj një vlonjat, po të regoj ishte shumë e bukur dhe unë po të regoj. Yri celulari për elë panë Shqipëri, djali emigrant në Itali, jetoni një fshatë të Vlorës, plaka 80 vjeç. Djali i shkon, me kënensi kështë e blerë telefon plakës, shkon në fshatin e vete i thot nenës. O nen, i dhe plaka. O shpirti nenës, tha. O gjiganti nenës, o ylli nenës. Djali. O nen, tha, t'ka ble celular, tha. Kur ti kërë mi Itali, tha, ti s'ty putoni e shire e flasin bash. O plaka. O t'keqe nena, o gjiganti nenës, o ylli nenës, tha. Po kuj thun do t'un celular, tha. Do t'i thema jo plashka, tha. E po mirë, i këtë djali në Itali 5 muaj, dasë në fshatë të Vlorës, e merë plaka celularin e fund qitjane, kini parasysh qitjane dhe lonjatave, mi po celulari pite këtu të kofsha plakës që apë të shkreta. Djali telefon një kështë e vërë me vëshëllim zilën, filloj kë nga dabe, o t'je ma, telefoni vëshëllim. Gratë, o korbanin me grata, që shka vëshëllim e korban. Plaka hi seriose, ka nga prapë. O t'je ma, vërshëllim telefonin. O grapa me shpelë, ma që shka vërshëllim? O plaka, lere t'ke qenena, tha, është ajo plaqka ime, tha. O me gratë e tjera, o e grata, pa të plaqke kemi dhe ne, për nuk nga vërshëllim, tha. Në ndërë se jemi familje të gjithë,
Sa po qeshe. Burre grua, burri pjanes i madh, super pjanes, jetonin ka 3. Dhe burri shkon në 3, për t'i thënë gruas, i pirë të ras burri. O grua, po e tilë mu e qenë e tilë dritarë se të ta shkoj kurbazi. Dhe gruaja, qa kej dha pjanesi 3 tha, për ti ti piri, i pirë të hengët, i morë të hengët. Edhe këto të kekë në pjanesi, dhe raki do të eshtë, do kërkon. I tha gruaja, qa do, burri, jo dha, gruaja dashur, qëfar që bërë për drek? Gruaja, 1 mund që t'hash. I tha burri, t'i gjo tha gruaja, gatuaj 1 qikë sa për vete, tha, se unë do hape shokët për jashtë. Falenderit të shekërësime juve, shumë falenderit. Gëzuar festat e fundvitit, gëzuar Krishtinjen, do takojmë prapë me humor. Nata është e jona, kërkoni çfarë të doni, se kërë kri dispozicion. Rop Shqipëria!